po shikonin nga kuzhina, disa me buzëqeshje, disa me kureshtje. Por ndonjëherë, një sekond mjafton që loja të dalë nga kontrolli. Gimbo, i shtyr nga adrenalina, nga afrimiteti, nga ideja se ndoshta edhe ajo po e ndjente të njëjtën gjë u përkul papritur dhe e puthi Selinin. Nuk ishte një puthire gjallë. Ishte e shpejtë, instinktive, por mjaftueshëm për të ndalur kohën. Një heshtje e rëndë ra në sallon. Selini u ngrit menjëherë në këmbë. Syt i ndryshuan. Nuk ishte më ajo vajza që po qeshte pak sekonda më parë. Ishte e habitur, e prekur, e zemëruar. Çfarë bën ti? Zëri i saj nuk ishte i lartë, por ishte i prerë. Gimbo u përpoq të buzëqeshte, si për ta kthyer në shaka. Ishte thjeshtë. Shpulla erdhi para se fjalia të mbaronte. Një tingull i thatë që u përhap nëpër sallon. Mikrofonët e kapën. Kamerat e fokusuan. Mos guxo, tha Selini me zë që i dridhej mes zemërimit dhe zhgënjimit. Nuk isha dakord. Ajo e pa drejt në sy. Ignorant. Fjala ra më rënd se shpulla.